الحمد لله الذي عم على الخلائق لطفه وإحسان وهدانا إلى طريق شكره تفضلا على الإنس والجان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فلندريمت ذلافدريمت تكوين ويتم الله مدريشم پاچا da bekimi Allahu qafshin bi profetin ton Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe mbi gjithë besimtarë që do ndjekin rrugat i deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë me thelësi e zemrë që nuk meriton të adhurohet tjetër përveç Allahu xhalleshanu, dhe profeti Muhammed është robi dhe dërguari Allahu xhalleshanu. Vlezër Allahu madhrishëm ka thënë: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj Ramazan është ai që në muaj Ramazan është i zbritur Kurani. Allahu xhalleshanu thot: Inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Dërguar Allahu xhalleshanu ne dim që shkonte në malin e Hira. Mali Hira duket nga Kaaba, edhe Kaaba duket nga mali Hira. Aqë lartësia ka, edhe pse është 4-5 kilometra larg, duket Kaaba. Edhe nga Kaaba duket mali Hira pse është shumë i lartë. Edhe 6 muaj fundit ka kaluar në vetëm duke menduar. Edhe profeti alayhi salatu wasalam binte irhasat quhet në gjuha e fes, para sa vini shpallja real nga engjël tek Allahu xhalleshanu. Allahu xhalleshanu profetin përgatit se lezër ne kur komunikojmë me një fëmija ose fëmija me ne komunikon, e pari nëna kupton gjuha diçka, çfarë do ai, kur çan, kur ka ai ka diçka, po nuk tregon dot. Edhe për të arritur ta kuptojmë duhet niveli të arrim ne që fëmija që si flet. Nëse ne nuk kemi takuar me një fëmijë tjetër në jetën tonë, ne nuk arrim dot ta kuptojmë gjuha fëmija derisa ne nuk olimi atij niveli. Ashtu engjëli ka niveli lartë. Edhe profeti është njeriu. Thjesht para se vini shpallja, si jemi ne. Vetëm dalon që Allahu ati ruan nga gjitha gjunahat, nga lindja deri sa vjen në profeci edhe pas profecia deri sa i vdes. Profeti nuk bën gjunaf, është masum, ruajtur nga Allahu xhaleshanu, mbrohet nga gjitha ana. Nafsi që kemi, pse nafsi është e pari, aty shejtani fut waswasa. Edhe pastaj përgatit nafsin, zemrën tonë, edhe ne bëjmë vepra të keqa, edhe për mira inspiron nga Allahu xhaleshanu engjël. Atëherë ai nafsi Allahu xhaleshanu heq nga profeti. Nuk ka nafs. Një gjarja kujtova tani, ta them sa profet si janë, domethënë. Dërguar Allahu xhaleshanu është ulur me sahaba. Dhe kishte ardhur ajet Kur'an. Në Kur'an është një ajet: "Wa yas'alunaka 'anil mahid." O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ato të pyesin ty për gra kur janë në zakon, në ditë muaj që ka periud. Islami ka daluar që nuk lejohet të bëjmë marrëdhënia intim me femra kur është në ditët e zakon. Mirë, por në krishter ne nuk dim shariati çfarë ishte urdhi Allahu xhalleshanu. Atë ne nuk dim se nuk është Bibla ose Taurati ose Injili e vërtet në dora jonë. Prandaj ne nuk dim. Por krishter atëherë kur ishte koha profet alayhis salam, krishter të ditët kur femra ishte në atë ditë, mendoshin që ajo është afruar tek Allahu xhalleshanu edhe përdorshin për mirët, edhe lejoshin marrëdhënia këtë ditë që Allahu kishte daluar. Kurse jehudët beshin kundrëta. Jehud çfarë beshin? Jehud leshin në një shtëpia, në një dhoma veç. Ajo femër. Edhe atia as nuk hapshin dera, vetëm hapshin as dera sa leshin ushqimi, pjata, 2 vakte ujë diçka,
Kaç po nuk ka komunikimi nga ana burri me ty. Kjo ishte, kjo tregon që femra është si mund të themi ne, jo bekuar, jo mirë në këtë ditë, sipas atyre. Edhe sahabët kanë bërë pyetje, tani sahabët janë mes dy gjëra. Njerëzit që ishin në Mekka, sahabët që ishin në kufër, në shirk, nuk kishte një rregull. Kaq tradita kanë ndjekur, edhe kanë larguar, nuk kanë prekur. Se fitreti i Allahu nuk ka lejuar. As femra nuk është në situata që bëhet marrëdhënie këtë ditë. Por prap edhe arab nuk beshin. Por atia ishin krishter që ishin me sharia, sipas arab, që ato janë fetar. Ashtu e jahud fetar quhet. Jahud largoshin, kurse krishter afroshin. Çfarë ashtu dërgoi Allahu xhaleshanu, urdhi Allahu në këtë ditë. Edhe Allahu ka zbritur ayat Kur'an. Qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fi al-mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Që ajo është siklet e vështërsi dhe largoni nga femra të ditë. Derinsa pastrohet, thot Allahu xhaleshanu në Kur'an. Edhe pastrimi çfarë ka kuptimi? Largohet gjaku dita edhe merr gusul. Pastaj është lejuar. Kjo është urdhi Allahu xhaleshanu. Mirë, kjo për marrëdhënie intim, por gruaja do rinë në shtëpia, ajo do të bëj gati ushqim, ajo pastrohet, lan rroba, çfarë është puna e saj, edhe është lejuar për burri fle bash, është lejuar puthja, nuk ka asnjë dalimi, vetëm nuk lejohet marrëdhënie intim. Kjo ishte urdhi Allahu xhaleshanu. Kjo urdhi Allahu kur erdhi, atëherë gjithë Madina ata një diskutim. Edhe kjo ajet ka shkuar edhe tek njerëzit jehud. 3 fiset e jehud ishin në Madina vëllezër. Edhe ato çdo ajeti që vinte nga Allahu xhaleshanu, atyre dhimbte më shumë. Pse ato e parit në dunja kanë marrë flamuri në dunja që ne jemi fetar, ne jemi djegësi rruga Allahu xhaleshanu. Atëherë kur vinte një ajet kundra atyre ishte dhimbje. Edhe kjo ishte ajet kundra atyre. Se ato largoshin, kurse Islami tha nuk largohet, gruaja atje dori, vetëm nuk lejohet marrëdhënia. Mirë. Tani ato kanë filluar sharp kundra Profetit alayhis salam, fjala, lafe, kjo ka ardhur për të kundërshtuar vetëm ne. Ashtu, si bet, njerëzit xhahira edhe sot ben, kur vin puna hijabi, pa drejtësia, Zoti ka lënë për të bukuria, pse duhet mbulohet, dhe fjala xhahilave. Mirë. Atëherë sahaba ishin në diskutim me Profetin alayhis salam në xhamie që dërgoi Allahu xhaleshanu, atëherë duke folur ashtu. Edhe 2 sahaba erdhan atje. Unë duke të reguar gjarja, ma kujtu përëndaj që profet, si ka sa pa nafsash, do më thënë, Allahu iskalen nafsë në shetan, në profet. Astaghfirullah. Mirë, vëllezër. Atëherë, sahaba janë duke diskutuar, edhe 2 sahaba, ka thënë, o dërgullo, ne kemi dëgjuar nga goja tonë, që ato thoshin shumë fjalët kundër. A bem ne nga ishkaku për të inati jahudi, a bem edhe lejojmë ne edhe marrëdhënie, thot. Janë duke folur sahaba si pas kuptimin e vetë. Jo që deri sa vin inati jahudve, se ne nuk lejojmë edhe marrëdhënie me grua edhe atyre do vinë më inat. Kjo ishte shalimi. Por kjo ishte kundra urdhi Allahu xhaleshanu. Edhe Profeti alayhis salam sa kanë folur ato 2 sahaba këto fjala, u ndryshu fitura. Do të thënë, ju jeni duke prishur rregulli Allahu xhaleshanu. Allahu ka daluar edhe ju thoni mua unë vetëm për inati jahudve lejoj. Unë nuk flas asnjë fjala nga ana im. Çdo gjë që vjen është shpallja. Si jeni duke folur, edhe u ndryshu fitura Profetit alayhis salam nga umërzitja. Ato 2 sahaba që kishin dhënë këtë mendimi kur kanë parë që është ndryshuar fitura e tij nga umërzitja, u larguan. Ta mos bëhet më shumë, mos vinë në diçka urdhi Allahu xhaleshanu. U larguan avash, dolën jashtë xhamia për të zbutur Profetin alayhis salam. Sahaba janë urur, heshtur fare. Qa kanë folur? Derin pak ishin mirë, derin sa kanë treguar për muhabbeti jehud, por pastaj kur tepruan, kur larguan ato, 2 minuta, sa u larguan ato një sahabi vin. Me një ena shumë i madh, mbushur me qumash. Edhe i kram tjetër, gjera hurma ashtu, sil në xhamia Profetit alayhis salam për sahaba. Dërgoi Allahu xhaleshanu me njëherë u buzqesh edhe sa thirrni atyre 2. Se u bërën peshman. Thirrni atyre. Edhe tha hajde uluni. Unë e di që shëllimi juaj nuk ishte prishja urdhi Allahu, i doshin inati jehudve, por
Ne nuk bem asnjë veprimi për inat i jehud. Ne bem çfarë është urdhi Allahu xhallahu shanu. Për shembull ne agjerojmë ditë Muharram, edhe jehuda agjerojnë në ditë Muharram. Nëse ishte inati ne kishim thënë jo nuk, jo, deri sa është lejuar, pse mos agjerojemi? Atëherë shalimi është profeti alayhis salam ndryshu fitura me njerë u buzqesh edhe sa thirrni aty dy që kanë dalë jashtë. Edhe erdhan ato menduan dërgoi Allahu xhallahu ka për të forur me rend, edhe është u mërzitur. Tha hajde një afroni, unë di njët juaj, u farku koka dhe filoni qumash, jepni nga atyre filoni. Subhanallahu vlezar, do më thënë, qëfar moralet të lartë kanë profetët, alaihimu salawatu wa taslim. Shëllimi ishte që profeti janë mbrojtur nga Allahu xhallahu. Profeti alaihi salatu wa salam, 6 muaj e parët, për të përgatitur nga Allahu xhallahu është duke parë endrët. Ai është duke parë, por shembull tani jemi në xhuma, ky prezenca, një njeri ka parë kompletisht mbrëmja. Filani është duke hyrë, filani është duke dalë, ai është ulur atje. Po unë kam parë këtë manzari që jam duke parë me. Po, se natën ka. Ashtu çfarë ka për të ardhur nesër? Allahu xhallahu tregonte profetin alayhis salam në 6 muaj e fundit për ditë. Natën shikonte dita është ashtu si ka parë vetë. Ky ishte tani kur është përgatitur çfarë jam duke parë unë, jashtë e vërteta është bindur tani. Që unë çfarë jam duke parë është real, nuk është vetëm ëndra, po është edhe real që do. Atëherë vini shpalje nga Allahu xhallahu. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Tani është bindu çfarë jam duke parë. Edhe shpalje ka ardhur. Ky ishte nata e Qadrit. Është diskutuar mes dietar, ishte nata 21, 23 apo 24 Ramazan. Edhe inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Allahu thot ne kemi zbritur Kur'anin në lejlatul qadr, nata e Qadrit vlezër. Kurani muaj Ramazan është muaj Kur'anit. Dërguar Allahu xhallahu gjatë viti çfarë ishte zbritja nga Allahu xhallahu. Ai Allahu ruante në zemrën e tij. Në fillim profecia dërguar Allahu xhallahu kur vinte shpalja nga Allahu lezonte bashkë me Gjibrili, kur Gjibrili lezonte, vetë lezonte të mos haroj. Po Gjibrili nuk lezonte 4 herë, 5 herë, 1 herë sielte. Edhe Gjibrili alayhis salam ka parë, ishte simi profet alayhis salam, që ai është duke lezuar me mua për të mos haruar. Se është mesazhi Allahu xhallahu. Sa Allahu xhallahu ka zbritur ayat Kur'an, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna alayna jam'ahu wa qur'ana, fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana, thumma inna alayna bayana. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas lavize buzat tua bashkë me Gjibrili, edhe mas ke sim që do harosh. Jo, kjo është detyra jonë. Ne do të burojmë Kur'anin në zemrën tënde. Edhe nuk ke për të haruar. Ashtu Allahu xhallahu ka sjellë shpallët e profetit alayhis salam. Atëherë çfarë zbritje ishte gjatë vitit, pse Kur'ani është zbritur mes 23 vit. Gjibrili alayhis salam në muaj Ramazan tek profeti alayhis salam vinte dhe gjithë Kur'ani nga profeti alayhis salam dëgjonte përsëritja. Viti i fundit kur kishte për të ndruar jetë profeti alayhis salam, Ramazani që ka ardhur fundit ka bërë 2 përsëritja. Vlezër, edhe në namazin natë përsëritja që bente ishte veç. Prandaj edhe ne duhet mundohemi. Imam Abu Hanifa rahimahullah thot minimum deri sa ka lezu profeti alayhis salam 2 përsëritja ka bërë me Gjibrili, minimum 2 herë në vit është detyra haku Kur'an mbi besimtari ta atë mbaron 2 herë në vit. Prandaj vlezër këtë shans sa mos humbemi. Ne para muaj Ramazan kemi shumë vullnet. Kur do vi Ramazani do bëjmë ashtu. Kur fillon Ramazani them akoma ka 20 ditë tjera. Po akoma ka nata Qadri, java fundit do kalojmë. Mirë. Edhe kjo është vlezër, shetani është ty neve na fut na gaflet. Nuk duhet harxojmë asnjë momenti muaj Ramazanit pa vlerësuar. Duhet bëjmë diçka veprimi mirë. E pari, alhamdulillah, ne kemi dorëzuar veten ton 15 ora ato ose 14 ora se është agjerimi. Kjo komplet është rezervimi jon në prezencë Allahu xhallahu. Atëherë ato momente jon nuk duhet përdoremi asnjëherë në umërzitje Allahu xhallahu. Një. Dyta është vlezër që ne kemi saktuar nga mendja tonë nata 4 do më thënë data 27 Ramazan. Ajo është kurse në hadith profeti alayhis salam nuk janë ashtu. Nata 4 doshta është në 10 ditë të fundit një natë. Pastaj profeti alayhis salam për të lesuar ka thënë që kërkoni në natët të tek. Atëherë 5 natë pa tjetër janë nga 21 deri në 29.
edhe ne nuk duhet vendosim gana që vetëm 27 është nata kadrit. Profeti alayhi salatu wasalam thot që une bere dua edhe Allahu xhaleshanu mua ka treguar nata kadri në endre. Çfarë është nata që do vi të do jetë atë vit kur ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, sa kam parë që balli im është lagur edhe është berpis me balt. Qa ka kuptimi? Pas disa ditë, do më thënë kur erdi një natë, ka rënë shi në Medina, edhe gjamia profet alayhi salam që atia ishte me drut hurma, edhe bash ishin gjetha të hurma sipër, atër kur bie uj pikonte, edhe ka pikuar, edhe profeti alayhi salam ka falu namazin natë, edhe rerë që ishte në gjamia, nga rera edhe nga balti, është berpi. Dhe Allahu xhaleshanu ka treguar nata kadër para sa vinë me këtë moment. Atëherë, kjo është profeti alayhi salatu wasalam për të kërkuar nata kadri ka qëndruar në etikaf në jetën e tij. Etikaf është një sunnet që është dalë nga jeta tonë vëllezër. Etikafi 10 ditë fundit dërguar Allahu xhaleshanu nuk ka lënë në asnjë Ramazan. Një Ramazan ka lënë, po vitin tjetër ka bërë 20 ditë. Vendi e tij. Se ai ishte lufta Badri, është në 17 Ramazan ka ndodhur. Lufta Badri. Atëherë nga Badri duke i ktheur ka 2-3 ditë qëndrua atje, duke kaluar, ka ardhur edhe u iku kat koha profeti alayhis salam vitin tjetër ka bërë 20 ditë. Domethënë 10 ditë qëndrimi i atikaf, çfarë është kuptimi? Qëndrimi në atikaf për hir të Allahu xhaleshanu nga data 20 pas akshami, 20 Ramazan pas akshami, deri sa del hëna për Bajram, ato 10 ditë duke kërkuar nata kadrit. Për hir të Allahu xhaleshanu. Kjo është veprimi i atikaf. Kjo është ka dal nga jeta tonë, ne vetën tonë kemi menduar shumë e garkuar. Edhe ne nuk bëm përgatitje, ashtu siç bëm ne përgatitje kur Allahu na detyron hajj, që unë do të kaloj 15 ditë në Makka, edhe ne kemi bërë një programin tonë që i spenzimet të familjes si kalohet. Ashtu duhet bëm një program para sa vinë 10 ditë fundit Ramazanit, që ato si do të kaloj, edhe 10 ditë duhet japim vetën tonë në xhami. Edhe mos dalje nga xhamia 10 ditë, kjo është etikafi. Por kjo është dalë, ne duhet mundohemi të gjallë ka sunneti profet alayhis salatu wasalam në çdo xhamia. Në Makka, Medina ose në vendet tonë nuk ka një xhamia bosh ku 10-15 veta nuk janë ulur në xhami për etikaf. Edhe kjo është sunneti i dytë që është dalë, edhe duhet mundohemi të veprojemi. Kurse për nata kadr profeti alayhis salatu wasalam, kur Aisha radhiyallahu anha është pyetur, o dërguar Allahu xhaleshanu, nëse unë nga shenjë gjeta që është nata kadri, ku çfarë duhet të bëj? Sa Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kjo dua Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kjo duaja bëj sot o Aisha nëse ke gjetur këtë natë. Edhe profeti alayhis salatu wasalam prap na ka treguar disa vepra, disa shenjë tjetër, për shembull një hadith tjetër është transmeton Imam Tirmidhi rahimahullah. Nata kadri shenja është që mëngjes, ajo mëngjesi kuptohet që dieli ka për të dalë pa shua, pa rezat. Edhe kjo është një shenjë e madhe. Vëllezër, nuk ka rëndësia shenja ato, por rëndësia është që ne duhet vlerësojmë çfarë dita janë të ngelur në muaj Ramazanit. Lutem Allahu madrisham, Allahu na mundsof që ne dita që janë ngelur ne harxojmë në adhurimin Allahu xhaleshanu për afërmiteti Allahu xhaleshanu, në lezimin Kur'an sa më shumë dhe lutem Allahu na pranof agjërimet tona, edhe çfarë gafleti që ne bëjmë kërkojmë falje nga Allahu xhaleshanu. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.